Kryeministri Edi Rama ka ironizuar sërish opozitën përmes një video në rrjetet sociale, këtaherë duke inskenuar një dialog me skreu të Partisë Demokratike Sali Berisha, me kreun e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj dhe drejtuesin politik të koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha. Në dialog, kryeministri portretizon Lapajn si një politikan të ri, për të lidhur me të kaluarën dhe jo si përfaqësues i vërtet i ndryshimit. Berisha shfaqet si figura që udhëzon nga prapaskena, ndërkohë Basha fton Lapajn që të bëhet Euroatlantik ndërsa përsërit retorikën e vazhdueshme se 7-7 baras me 313. O buf, i thua të them Shqipëria bëhet, o si bëhet? Me zhurmë dhe premtime Lapaj. Revolucioni ka ardhur, 7-7, baras 313. O Basha, flior burr, se sa kemi ngën edhe ty. Unë të fle, tani që fitoria po mbuzqesh, s'ka me gjumë. Por zot ketë fitore për ty tradhtar. Fitoria do t'i buzqesh vetëm Lapajt. Po më dëgjoj mua. Lapaj në gënjen mendja, bashkë me ty, i Adriatik bëu Euroatlantik. Iko Basha, meru me Ramën që gënjen, Berisha është burr që e mban llafin. Bravo Lapaj, ti bëhesh, tani rolin e ke ti. Doris pagat, do ul çmimet, do i bësh Shqipërinë lule o lule. Shkëlqyeshëm, dhe kur të dëpjesin nëse si ti risësh pagat, do të thuash doja marri majdutve. E di atë. Nëse dikush thot që ti punon për mua, do të thuash jam i ri. Jam i popullit, jo i politikës. Ashtu jam. Ti je një talent natyral djalosh, gënjen dhe i beson edhe vet ato. Bravo. Shqipëria bëhet o teshtë. Atë e shojnë më vonë, por tani përgatitu se po vjen ora e shfaqjes. Këtë video Rama e cilëson si një perl humoristike ku në skenën e kësaj shfaqje teatrale vjen personazhe të politikës shqiptare.